Ambasadë Kalemit. Më vjen shumë mirë që jemi të gjithë mbledhur sot këtu. Unë kam shumë emocione, por ato që mendoj do t'i them fort dhe me zë të lartë. Shqipëria nuk është ajo e fasadave që del në ekran. Shqipëria është ajo e të rinjve që përlargohen dita ditës. Ajo e të rinjve që po ndahen nga prindit e tyre. Është ajo Shqipëri ku korupcioni po ri udhkryq. Është këmbullur dhe po shuan dita ditës shpresën e shqiptarëve. Ne jetojmë në një vend ku studentët ekselent po përzehen nga ky vend. Një prej tyre jam dhe unë, studente ekselente me të gjitha dhjeta. Ky qytet, kjo parti politike e kalbur, po na përzen. Nuk na ka dhënë asnjë mundësi punësimi. Po përkundrazi, na i ka mbyllur ato dyer. Ne jemi të gjithë qytetarë të lirë. Nuk jemi qytetarë të trembur, të friksuar. Ne kemi kurajo, kemi dignitet. Po na flasim për turizëm. Për ku turizëm e kam fjalën këta. Keni shkuar në dërmi? Në palas? Sa nga ju mundet të shkojnë në resortet e tyre? 300-400 euro nata. Kush po i përballon këto plazhe? Nuk është turp? Deti është i qytetarëve, nuk është i tyre. Shqipëria është tona, zoti kryeministër. Shqipëria është e shqiptarëve. Dhe fjalën time dua ta mbyll. Shqiptarët të votuan, shqiptarët do të shporin. Faleminderit.